Përshëndetje nga kuzhina e njerit, sot kam vendos me përgadit e kofsh qingjit, për ndryshe kofsh kingjit, që kam ju knaq sipas recetës që përgadit ke baba im indjerë me shpirti pas. Ju nevojitet pra një kofsh e qingjit ju e deles, por e qingjit pra 2 kg e 200 gram shtu i ka, krip 2 lugë të gjellës, vaj edhe 100 ml ujë, as një melmes tjetër, as hudhër, as kur gjo tjetër se që përshefni. Bismillah, e morëm tash një thikë të mbet, e lëshojnë furrën në temperaturë 220 gradë më nxe, edhe morëm një thikë të mbret, pra dhe ja bojnë ashtu vijat. Morëm tepsit plumit, ose tepsi të shporetit katrore, edhe qesim pra vaj. Pasë që kemi qitë vajin, e qesim edhe kofshën e qingjit. Marrëm tash të kripen. Kriposim një lugë të gjellës, ja kemi qitë përmi, tash pak morim vaj edhe e lyna me vaj, pra mbas një lugë të gjellës, krip që ja kemi qitë përmi, e lyna kofshën, e kthejna tash në anën tjetër, po ashtu tash një lugë të gjellës, krip e kriposim edhe me vaj, kështu është një boll. Bas e kemi kripos, e kemi ly me vaj, tash morim 100 ml ujë të ftoft, e qesim kështu në tepsi, edhe e mbulojna tepsin me folje alumin. Pra, gjithmonë e fusim në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë. Hajde dhe bismillah, mbas rrafsh 4 orëve që kom lanë pra kofshën e qingjit, në temperaturë 220 gradë, ja largojna tash edhe foljen alumin. Është zbutur mishi shumë mirë. Tash në anën tjetër i marrim 2 kg patate, i kom do kështu në 2 pjesë, edhe pak veget. Tash ja largojna pra foljen, edhe marrim këtë ujin që e kemi përzi me pak vaj, e lyna prap kofshën përmi, sepse prap e fusim në furrë mandej që të rreshket mirë, por ju në temperaturë 220 gradë mo, por 190. Po në këtë langun që është me ujë edhe me vaj, ku është edhe kofsha e qingjit, qëndru për 4 orë pra, e qesim për ndryshe i hedhim patatet. Pak vegetja qesim, perfekt, patate më të mira, nuk ka kush kanë edhe që bëhen. Kështu i përgadet ke baba jem, Rametlia gjithmonë kam thënë, ka qenë pra profi i mishit. Për mish me përgadit qingjit, kështu pra ose deles, përgadet në kështu ndoqet me hongër mish, tamam mish, jo me qitë melmesa, hudra, rozmarina, sa në vene. Ndoqet pra ata që e din qka është, mishi 100% i qingjit pra, e përgatitin kështu, edhe asë njëherë s'keni me ndru. Qesim patatet, pra 2 kg patate, sepse motra Neri është që me përgatit iftar. I vjen vllau prej Austrije, kështu që qa bën motra për vllaun? Han qingj. Edhe vllau po ashtu për motrën. Tash e marrim veget, pra me moj e kështu të kishtave, e qesim veget, patateve, edhe i përzina pra patatet të ky langu. Veç patatet pra veget, jo qingjit. E përzina pra patatet. Me lu edhe me njerë tash e fusim pra tepsin në furrë. Tash e fusim pra tepsin pa folje kështu në furrë në temperaturë 190 gradë. Edhe tepsin e kom hek prej furrës, mishi i qingjit duket qështu. Krejt qka prej ashti, se që për shifni edhe vetë. Një mish perfekt, një mish
i but, një mish i rreshkt që bashkë të knoq nga shija. Shiftë dhe vetë. E kom lënë edhe 25 minuta pra me patatë të shtë, edhe patatët janë zbuktur, unë është një pite me djath, supë, qaj, salat, shope, speca, me ojë që kom qitë, bombica që kom përgatit, neve na befshin mirë. Allah na pranoft agjërimin e lutjet tona. Faleminderit për ekran që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës. Ka kuzhina njëri të thëmë, miru pofshi.